Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në International Fashion Week Albania. Në fakt jo më kot produksioni mendoj ta nisnim me këtë këngë pasi çdo kush nga ju besoj që e gjen veten këtu. Njeriu në jetën e vet ka shumë luftra, por jo të gjitha këto luftra zhvillohen vetëm. Ashtu si dhe unë në këtë këngë nuk isha vetëm, por si autor teksti kisha njeriun i cili qëndron përkrah meje çdo ditë të jetës. Është fjala për dashurinë e jetës time, të cili nuk do doja ta lija mbas skene, por ta kaloja mbrëmjen me të. Zonja dhe zotrin Gent Lasku! Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në International Fashion Week Albania. Mirëmbrëma e bukur Ajneta ime. Mirëmbrëma. Po si të lëun ty vetëm? Nuk mundem kurrë. Pastaj ka fat më të madh partnerin tënd me cilin ndan jetën, ta kesh dhe partnerin sken. Është fantastike në fakt. Megjithatë, gjëja që bie më shumë në sy sot, e di kush është? Publiku i magjishëm që ka mbushur këtë sallë sot dhe që duket kaq i bukur. Faleminderit që jeni këtu me ne. Do të kemi shumë gjëra sot, Genti. Do të kemi brende, do të kemi shtëpi mode, por do të kemi dhe shumë artistë. Stilistë të ndryshëm do të kompletojnë imazhin e modeleve tona, të cilat do të sfilojnë në këtë pasarelë magjike. Një pasarelë e cila do t'i katapultojë drejt një tregu ndërkombëtar. Pse e them këtë? Këtë e them sepse sot me ne është e pranishme një juri profesionistësh, e cila në panshmëri totale do të gjykojë vajzat tona. Ajo që do të përzidhet si vajza më e zonja dhe modelja më e mirë, do të ketë mundësinë të sfilojë në një nga pasarelat më të famshme të botës. Ajo e Milano Fashion Week. Super mundësi, shumë e bukur kjo. Dhe me që përmend jurin, pa humbur kohë, do doja që t'i prezantonin, pasi ata janë gjithë sy e vesh për të parë modelet tonë. E para është Miranda Dupi, image maker. Fiodora Fiora, ajo është një gazetare, por shumë mirë mund të ishte edhe një modele. Se jo? Patjetër. Eni Çobani, e cila kur bëhet fjalë për gjykim, askush nuk mund ta bëjë më mirë. Albert Dumani, gjithë e njihni në botën e medias. Aktualisht ai është drejtori i programacionit në një prej televizioneve më të njohura kombëtare. Alaudin Hamiti, moderator mjaft sfikatur në Kosovë, gjithashtu dhe një nga më të komentuarit. Drilon Hoxha, aktor dhe producent mjaft i njohur në fushën e kinematografisë shqiptare. Dhe Suela Cangu, e cila është një make-up artist fantastike, jo vetëm i personazheve të njohura shqiptare, por edhe më gjerë. Windy Haxhia, një nga blogeret e para që solli risi në këtë treg. Dhe Fize Daja, e cila nuk mund të mungonte pasi është një përfaqësuese e denjë e këtij qyteti në botën e estetikës. Duke ju falendëruar, patjetër dua që të përmend edhe brendet që do të jenë të pranishme sot. Dhe ata janë Geraldina Spoza, Anisa Collection, Daka Brand, Lilo, Katerina Fashion, Hot Couture, Marine Blondel dhe Valdi Loho dhe Eraklea Couture. Mirë thash? Ja. Je mirë me frëngjishten. E ne në fakt International Fashion Week zhvillon sot edicionin e dytë si një spektakël. Dhe gjithkush mund të bëj pyetjen me vete, po mirë, në edicionin e parë, cila ishte ajo vajzë e cila pati mundësinë të sfilonte në Milano Fashion Week? E presim në skenë Megi Shehaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Megi. Eja Megi, sa e bukur sot. Mendoj që juria e edicionit parë ka qenë më se e drejtë. Megi, na trego pak të lutem për eksperiencën tënde në pasarelat e Milano Fashion Week. Ishte një eksperiencë e paharrueshme për mua. Gjë shumë e bukur dhe do e mbaj mend gjithë jetën time. A takove dikë të famshëm atje, ndonjë modele që ti e ke parë, një? Kishte plot njerëz. Ishte plot. Mirë, më bëhet qefi. Edhe unë kam një pyetje, se u drejtove vetëm nga Eneda dhe mua më harrove.
Duke qenë se sot është një spektakël, janë gjithë njerëz pranishëm, kjo pasarela është e magjishme, unë do doja të dija, për ato vajzat që janë atje pas edhe kanë emocione, çfarë këshille do jepje ti? Të kenë shumë besim në vetë, më falni se shqipen e kam qi. Ka problema, vash merr kohën tënde. Vetëm Vajza, kini besim në vetë, thot Megi. Po, mos ta mendojnë shumë herë. vetëm afro mikrofonin kur flet. Po. Pra mos ta Mos ta mendojnë po? shumë, thjesht të marrin rrugën dhe të ecin. Faleminderit shumë Megi që ishe sot me ne. Faleminderit që ndave eksperiencën tënde me ne. Uroj që të arrish lart e më lart. Doja të falenderoj pak Blertën për gjithë çka që ka bërë për të gjitha ne, edhe për kujdesin që ka treguar ndaj meje dhe të gjitha vajzave. Edhe ka bërë një gjë spektakulare. E meriton Blerta Meriton, Kasala, Blerta. producentja e këtij eventi. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit Megi. Në fakt, vajzat mezi po presin që të sfilojnë dhe sfilata e parë do të fillojë me magjinë dhe guximin që vetëm Lilo mund ta sjellë. Koleksioni i saj i fundit tregon se moda është më shumë se sa thjesht një veshje. Ajo është një mënyrë të shprehurit, një art i gjallë që pasqyron jo vetëm mënyrën se si jetojmë sot, por dhe personalitetin ton. Zonja dhe zotri, Lilo!
duar trokitje për Lilon. Vërtet, një nga ato sfilata që të lën me gojë hapur, sidomos meshkujve. Unë mendoj që është momenti që ta qetësojmë pak situatën dhe do doja që të nisnim pak nga pak që të bënim dhe një prezantim të shkurtër për vajzat tona që sfilojnë sot. Ju lutem, kemi përgatitur një video mesazh të cilin ju ftojmë që ta ndjekim të gjithë së bashku. Përshëndetje, unë quhem Amanda Lili, jam 18 vjeç dhe studioj për infermeri të përgjithshme. Eksperiencat e mia kanë filluar që në moshën 15 vjeçare dhe kam pasur shumë dëshirë që të marr pjesë në pasarela të mëdha, si në International Fashion Week. Përshëndetje, International Fashion Week Albania. Unë jam Emila Sulejmani, jam 22 vjeç dhe vi nga Durrësi. Kam mbaruar studimet bachelor për komunikim dhe marketing digital. Kjo është eksperienca ime e dytë në International Fashion Week Albania dhe dua t'ia sugjeroj të gjitha vajzave që kanë dëshirë të merren pjesë me sfilata. Përshëndetje, unë jam Viki Zalla, jam 17 vjeçe, jetoj dhe kam lindur në qytetin e Tiranës, ku studioj për lëndën e informatikës dhe më pëlqen të merrem me modeling dhe pse jo, mendova të marr pjesë këtu. Përshëndetje, unë jam Fabiola Çela, vi nga qyteti i bukur i Durrësit, jam 19 vjeç dhe studioj për infermier përgjithshme bachelor viti 2. Arsyeja sepse po marr pjesë në International Fashion Week Albania është sepse më pëlqejnë pasarelat. Ju uroj sukses të gjitha vajzave, ju dua shumë. Ciao. Përshëndetje, quhem Erika Spata, vi nga qyteti i Sarandës, jam 18 vjeç dhe po kryej studimet për drejtësi këtu në Tiranë. Kam një vit që merrem me modeling dhe kjo është arsyeja pse unë kam zgjedhur të jem pjesë e International Fashion Week Albania. Një duar trokitje për vajzat tona të mrekullueshme. Siç e pat, ato nuk janë thjesht të bukura, por janë dhe shumë të zgjuara. Din të flasin shumë mirë, kanë arsim, kanë formim dhe jam i bindur që ajo që do të fitojë do ta përfaqësojë mjaft mirë në Milano Fashion Week. Tani vjen një moment tjetër. Kjo pasarel u transformua në një kokësh, zanash dhe fluturash, me krah, me vajza shumë të bukura. Por tani erdhi çasti i një momenti artistik. Në fakt, unë kam kënaqësinë dhe nderin që të prezantoj një nga këngëtarët më me perspektivë në të ardhmen, me një zë të jashtëzakonshëm. Një këngëtar që jo vetëm është në preferencat e mia personale, po mendoj që është në zemrat dhe në shpresat e çdo shqiptari për përfaqësuar dhe ai Shqipërinë. Dhe në fakt, në festivalin e fund vitit në radio televizionin shqiptar, ai zuri vendin e tretë. E ftoi në skenë zonja dhe zotri Alice Hallaçi. Faleminderit shumë. Zotri Alice, të lutem, ti e di që nuk mund të shpëtoje. Po se pështova, okay. Jo, nuk mund të shpëtosh. E para, do t'i thuash gjithëve se sot je veshur me një peliçe shumë fashion, me patallona drop, me një këmishë të zezë. Kush t'i blen rrobat? Tham drejtën të pjesa veshjes mundohem shumë, e kam pikë pjesën e stilimit, por që mundohem vetë. Mundohesh t'i zgjedhësh vetë? Mundohem t'i zgjedh vetë, po. Super. Edhe një pyetje të fundit kam. Unë jam mësuar që do të shoh gjithmonë me ato ricat dhe kaçurelat që ti bën në kokë, që të qëndrojnë aq mirë. Çfarë të shtyu sot që ti mbaje flokët e shtrira dhe drejta pas? Po thash, me që është komplet ky event i mrekullueshëm, thash, a di ç'a provoj diçka ndryshe. T'ja vlerën. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Zonja dhe zotrinja Alice Hallaçi. Faleminderit. Të falenderoj. Tani do të kalojmë në një tjetër brand. Është një brand i cili prodhon veshje nga më të bukurat dhe nga më në mod. Ajo quhet Katerina Fashion dhe ka bërë një koleksion ekskluzivisht për International Fashion Week Albania. Dhe këtë koleksion ajo e ka qepur vetëm për një javë. Vërtet është një fakt, për të lënë me gojë hapur si ka mundësi që mund të bësh një koleksion për 20 vajza vetëm për një javë. Unë dua që me një duartrokitje të ngrohtë ta presim koleksionin e saj. Zonja dhe zotri, Katerina Fashion.
përgjigje për Katerina Fashion. Eneda, Më falë se vonova pak. gjithmonë më e bukur kam Që bëjt bërë. aty në baskene, ta din ju, çfarë shumë. Janë vajzat bukur apo janë veshjet? Janë veshjet shumë të bukura, Janë dhe veshjet shumë të bukur. përveç se vajzat që janë zgjedhur me shumë kujdes dhe janë të mrekullueshme. Okej. Ne nuk mund të bënim këtë spektakël pa ndihmën dhe mbështetjen e disa miqve dhe sponsorëve shumë të rëndësishëm. Ndaj unë dua një moment që të bëjmë një falënderim të shkurtër. Së pari dua të falenderojmë Radio Televizionin Kombëtar Shqiptar, i cili është një partner i padiskutueshëm i këtij eventi, International Fashion Week Albania. Faleminderit RTS. Së dyti nuk mund të lëm pa përmendur të zotët e shtëpisë, Ajman Park, të cilët na mundsuan këtë sallë magjike. Mado, i cili është një nga restorantet më të mira në Tiranë dhe nuk njihet vetëm për stilin e tij unik dhe klientelën elitare, por dhe pse gatuaj një sushi për të lënë gishtat. Gjithashtu kemi Raymed Clinic by Easy, e cila është një klinikë mjekësore, estetike që ofron shërbime në ozonoterapi, lazer, masazh, heqje tatush dhe çdo gjë që lidhet me trupin dhe fytyrën. Gjithashtu, ata për ne sot kanë shpërndar disa kupona që unë besoj që ju i keni në zotrim, të cilët nga data 14 shkurt deri në datën 14 mars ju mundsojnë një ulje për 25%. Ju faleminderit që mbështesni International Fashion Week Albania. Ti nuk e vure re, po unë hyra me një maskë në sken. Kjo maskë, në fakt, është për një të ri shumë të veçantë, një të ri shumë të talentuar, i cili sot do të performoj një kërcim tepër unik. Në fakt, ai ka një përjardhje nga një familje e cila është marrë gjatë gjithë jetës me baletin dhe kërcimin. Bëhet fjalë për mëzysh Arli Zhuglin dhe të shoqin e saj Sokolin, të cilët janë kujdesur që vajzat tona të ecin të sigurta dhe lozonjare në këtë pasarel. Zonja dhe zotrinj, e ftojmë. Është fjala për djalin e tyre, Soar Zhugrin. Le të ndjekim një pjesë shumë të bukur baleti. Soar, sa orë në ditë punon ti?
Unë punoj shumë, punoj çdo ditë dhe mbi 6 orë. Mbi 6 orë? Po nuk lodhesh kaq shumë? Jo. Je i papar. Bravo qoftë. Do të thonë ti ke marrë nga të dy më të mirat. Të dy i ke dhe koreograf dhe balerin të jashtëzakonshëm, nuk kishte pasqyrim dhe reflektim më të mirë se sa ty. Faleminderit. Kush të mësoj të kërcesh? Mami, babi, apo kishe talent vetë? Talentin e kisha apo të ty më ka ndihmuar? Okej, një duartërkitje të madhe për familjen Zhugri. Faleminderit Sora që Po ishte. mirë, edhe një pyetje tjetër kam unë. To flokët nuk të pengojnë ty kur kërcen apo? Jo, i kam veçanti. Si ke? I kam veçanti. I kep që të zësh në shoqe më vonë kur. Jo. Faleminderit Sora dhe suksese në tarë. Lartë më lartë. Faleminderit. Shumë bukur. Arsyeja në fakt se pse vendosëm ta bëjmë këtë spektakël në këtë qytet është sepse moda mund të bëhet kudo, ku ka dëshirë dhe pasion për të. Ndaj dua të falenderoj Bashkinë Shiak dhe kryetarin e saj, Elton Arbana. Ndërkohë, do doja të ftoja nënt kryetaren e kësaj bashkie, zonjën Shpresa Domi për një fjalë përshëndetëse. Faleminderit Shpresa që je me ne sot, Eneda. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Ndjehemi shumë të lumtur që sot në qytetin tonë organizohet një aktivitet me përmasa kaq të mëdha. Dhe sepse Bashkia e Shijakut është përkujdesur shumë në mënyrë të veçantë. Edhe pse kryetari i bashkisë Elton Arbana sot për arsye të një agente të ngarkuar nuk e kemi të pranishëm sot, ai është kujdesur me një përkushtim të madh që ky aktivitet realizohet sa më mirë. Ai don të falenderoj dhe të vlerësoj shumë organizatorët që bën të mundur për zgjedhjen e qytetit tonë të bukur të Shijakut për të organizuar këtë event. Gjithashtu duam të përshëndesim dhe Ajman Parkun që vazhdimisht na është gjendur në mbështetje të shumë aktiviteteve. Gjithashtu të përshëndesim dhe organizatoren zonjën Blerta Kasalla, profesionistët, të gjithë ju të pranishmit dhe besoj dhe jam i sigurt që sonte do të jetë një natë e bukur dhe e paharruar. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit Shpresa. Edhe juve na e bët më të bukur, zonja Shpresa. Faleminderit të ju. Faleminderit për fjalët tuaja. Urime dhe suksese. Keni dhe zgjedhje tani afër. Eneda, më parë thash që do fillojmë dal nga dal që të prezantojmë vajzat tona. Po sikur të bëjmë një prezantim për 5 vajzat tjera. Si thua? Po pse jo? E ndjekim video mesazhin. Përshëndetje, quhem Feral Baxhallari, vi nga qyteti i Durrësit dhe jam 22 vjeç. Kam mbaruar studimet e larta për informatik matematik, që e vogël më ka pas pëlqyer bota e modës dhe pasarelave dhe ja ku jemi këtu për ta bërë ëndrrën realitet në International Fashion Week Albania. Përshëndetje, jam Melisa Aliaj, 19 vjeç, nga Tropoja, studioj për stomatologi. Kam qejf të merrem me modeling, prandaj jam në Fashion Week Albania. Përshëndetje, unë quhem Alesa Meta, jam 19 vjeç dhe vi nga qyteti i Tiranës. Studioj për inxhinieri informatike në Universitetin Europian të Tiranës dhe kam një vit që merrem me modeling. Jam shumë e pasionuar pas modelingut, prandaj edhe sot jam këtu në International Fashion Week Albania. Përshëndetje, quhem Ines Sysi dhe jam 21 vjeç. Kam lindur në Itali dhe tashmë jetoj në Tiranë. Kam përfunduar studimet e mia në Akademinë e Arteve për skenografi dhe kostumografi. Jam e pasionuar mbas modës dhe dizajnit. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij eventi International Fashion Week Albania. Përshëndetje, unë quhem Margita Bajrami, jam 18 vjeçet, origjina ime është bullgare, kam 7 vjet që jetoj dhe studioj në qytetin e Durrësit dhe jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë në këtë event. Shumë bukur. Njëra më mirë se tjetra. Në fakt, deri tani kemi parë lule, bikini, flutra, por edhe sport. Në fakt mungon stili përditshëm, ai që na mungon dhe na mundon pak më shumë, sepse të kombinohesh nuk është gjë e lehtë, sidomos në takimet tona speciale, kur shkojmë për shembull tek Mado ose tek Cinquecavalli. Një ndërthurje të dyja këtyre që sapo tham, do të mund ta ndiqni veç se nga Daka Brand dhe vajzat e International Fashion Week Albania, që do ta sjellin në një show të vërtet. I ftojmë në skenë.
duartrohidhje për Daga Brand, që jo vetëm ishte plot surpriza, por gjithashtu tregoj që dhe djemë që guxojnë të vishën bukur kanë vënë në sfilata të tilla. Është shumë e vërtet. Megjithatë, çdo vajzë ka dëshirë që të paktën një herë në jetë të vesh fustanin e nusërisë, fustanin e bardhë, sepse kjo ngjyrë e bardhë është ngjyrë e pastër, ngjyrë sinqeriteti, ngjyrë lumturie. Ashtu? Pasqyron dashurinë, harmoninë. Në fakt, çdo vajzë ëndërron një herë në jetë. Po pse djemt nuk ndërrojnë të vishën me një kostum për qenë, një kostum të denjë, ja, si ky imi që kam sot. Ti shkëlqen me këtë sot? Shkëlqej sepse këtë ka bërë Altin Mici Atelier, prandaj. Në fakt, e lam të nuse dhe unë dua ta vazhdoj pak, sepse do të kemi një sfilat tepër të veçantë. Ashtu si që edhe stili magjik i Geraldina Spoza e ka treguar disa herë. Ftojmë në skenë disa nuse. Pra erdi momenti që ta zbulojmë një nga surprizat tona. Erdi momenti. Ti ndjekemi, ftojmë në skenë.
bëni që po prishni këtë skenë? Prit se po pes qokësi nga cigarja. Të lutem. Të marrë të gjej burë. Edhe më ka vjetë fustanin. Plaka ka ardhë gjej burë. Po pse mi këtu... 2025. Qarë dhe? Plaka ka ardhë gjej burë. Po pi shkullë. Burë do gjej vetëm. Burë do gjej vetëm. Qarë bëni kështu? Sa me ereshti? Unë kam fabrikë salami. A, vërtet? Po jam vegetariane. Po ti me qa merësh ti? Unë jam pensioniste e seksi. Ja, pensioniste e seksi do burë. Merë kënë të njeli për burë. Kënë të tu. Mere. Në të rafë Është i qendi për zënë. sipër. Është i zënë. Unë dua Alaudinin. Të dua Alaudin të dashura. Kush e do këtë për gru ngrejt dorën? Shqyqa, Ua, shiko sa shumë. Ua, shiko, ua. Pyti për mu, tash kush më do mu për gru? Kush e do? Kush e do? Pyte, pyte. Qëmë. E një da, e ke gjetur burin tëndë? E ke gjetur burin tëndë? Unë e kam gjetur. E po e zanë nga qa kokësh? Ua. Pejmi se Lenami e vdek për burë, më qa Po bënmi? vdikësha, më shkujtove, duhet një pleqëri. Duhet një bërë për pleqëri, oba. Da shkat ka le moshën e 4. Po ta merë mondja. Rita, të lutem mos u zini se jeni shoqe. Të gjej njëra Po burën. më vodi fustanin, moj. Ta gjej burin njëra, ta gjej ajo dhe e ndroni burin. Po Njëre merdi. Sa i do gjithë e ka marrë të tja bëjtë sopa ato. Shikomi Jemi ato. nike dhe rivale. Ka kartë, tu ka stile. Edhe fustanin nuk ka vjetë. Po të bëjtë të Mbrek me torm, jo, mos mbrek me torm, se unë kam purë, pe kam nuk e makina. E të isha një sa për këtu të shi. Të lutem, me Glena, të lutem. Pa eksese. Daj për me zi ka mesu, dështim total për më nëzorin shumë. Po prandaj po them, pra gjeni një burë dhe e ndani të dyja. Njëre merë njëra, njëre merë Po e marri su vrati, këse të marrë dhe burin tim. Prit se mbase japë një zgjidhje, prit se mbase japë një zgjidhje. Do na leshe të tëndin, ta kemi... Jo. Sa se du shumë. Do të rishë, do të rishë në Si jemi krevatën. Pak të gridu e, do bëm shumë e bukë. Dëgjoj, hajdeni me mua ju se kemi probleme tash. Të lutem, zbrati s'kemi tani. Genti, të lutem vazhdo programin. Hajde, urgent, se na e latë për gjysëm na e latë. Rita Lati dhe Eglen Laknori ishin këta vipa tanë të veshur aq bukur me fustane nusesh. Që bëhet, Sidomos e Gleni. Kishte një sharm të rrallë. Sigurisht. Enida, unë dua të vini një moment shumë të rëndësishëm, i cili ka të bëjë me arsyen pse producentja e spektaklit International Fashion Week Albania i ka vënë pikërisht fjalën International para. Kjo nuk është vetëm një ditë apo një javë mode ku marrin pjesë shtëpi mode dhe brande nga Shqipëria, por gjithashtu marrin pjesë shtëpi mode dhe brande dhe të huaja. Dhe sot, pikërisht, në këtë moment bëhet fjalë për Haute Couture, i cili është një brand jashtëzakonisht shumë i njohur në Francë. Janë dy stilistë francezë, Marine Blondel dhe Valdi Loho, të cilët me stilin e tyre avantgard guxojnë dhe gjithmonë ja dalin. I ftojmë në skenë Haute Couture. Ta ndjekim.
Marin Blondel dhe Valdi Loro. Mirë se erdhët. It means welcome in Albania. Okay, thank you. Can you say something in French, mes amis? Nous sommes créateurs de Paris en France. En français? En français. On parle uniquement français. Yes. En français. En français. Nous sommes désolés. Nous sommes créateurs français. Nous venons de Paris. Nous avons une marque MBC Bikini. Nous présentons également des robes de soirée, des robes de mariée avec mon mari, qui est designer avec moi. Nous sommes très heureux d'avoir présenté notre collection en Albanie. Et l'Albanie est un très beau pays. One minute. Mari thot që unë jam një stiliste, që bashkë me Valdi punojmë në Paris. Jemi në Tiranë dhe shijuam shumë Shqipërinë, por me siguri kjo nuk do të jetë hera fundit që vim, sepse Shqipëria është shumë e bukur. Thank you guys very much. Thank you very much. Haute couture. You were so special. Nëse pyesni veten, a di unë anglisht apo jo, unë them po. Nëse pyesni a di frëngjisht, unë ju them jo. Por e mendova se çfarë do të kishin në zemër dhe e thash atë në shqip. E shikon pra që humorët vesh? Humor. Se flitet me gjuhën e modës. Aty brenda kishte një nga surprizat e mbrëmjes. Ajo modelja që këndoi aq bukur. Nuk është të bëri modele. përshtypje? Është këngëtare. Është këngëtare dhe çfarë këngëtare e se. Ishte Kleansa Susa që do doja ta ftoja në sken. Hajde Kleansa. Mirë se erdhe dashur. Hajde të të bëjmë një dy pyetje se sot je bërë një yll. Një dy pyetje. Nuk ishte asnjë ndryshim nga vajzat e tjera. Shumë faleminderit. Dëgjuam një këngë franceze dhe një nga prodhimet e tua të festivalit të fundit. Më pëlqyen jashtëzakonisht, mua më pëlqen personalisht Zërio dhe jam një fanse. Çfarë po bën me planet e së ardhmes në muzikë? Si fillim doja të thej që unë jam një fanse e juaja, kështu që ndjej për komplimentin më të madh që ta dëgjoj këtë nga një idhull i muzikës shqiptare. Sa për projektet e radhës, patjetër që nuk mund t'i zbulojmë, por që premtoj që do ketë shumë në vazhdim dhe mezi pres që ta ndaj çdo ide dhe çdo le të themi ndërtime ta bëj realitet përmjet muzikës. Më bëhet shumë qefi. Po këtë punën e modelingut do ta vazhdosh apo? E ka mirë Kleansa, po nuk i doli muzika, ka një fushë tjetër. Planin bë. Faleminderit shumë Kleansa. Faleminderit ju edhe jeni shkëlqyer sonte një duar trokitje për dy prezantuesit e mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Mirupafshim Kleansa. Tani do shkojmë nga muzika në muzikë. Ky këngëtari që vjen tani është pak më i vjetër në treg, por ka një zë jashtëzakonisht shumë unik. Përpara se ta prezantosh, duam në fakt të bëj disa falënderime për mbështetësit dhe sponsorët tanë që ndihmuan realizimin e këtij eventi. Është fjala për Advanced Clinic, një klinik që përdor pajisjet më të fundit teknologjike për mbjelljen e flokut, në shërbim të bukurisë dhe kurimit të imazhit. Advanced Clinic do të përzgjedh një nga modelet tona që të jetë imazhi i saj, varet se kë do të zgjedhin sot. Dhe këngëtari që do vi tani të sken Po thoja, ai ka një zë jashtëzakonisht shumë unik dhe ditë këndoi shumë mirë live. E mirëpresim Lorenz Hasrama. Trokitje për Lorenz Hasramën. Lorenz, mos na u largo. Hajde të mesin ton. Lorenz, ti dhe moda? Si i keni marrëdhëniet? Ti dhe moda, jo vota. Ka se theu ti dhe vota. E di që jemi në prag fushate, po ne sot flasim vetëm për modë. Po unë jam shumë i thjesht për të folë për modën, ndoshta nuk jam njeriu i dur. Më pëlqen, po nuk di ta vlerësoj aq sa për të dhënë një verdikt. Po ja flokut i ke bërë të verdha për shumë, sa ashtu ka. Këto mi boni motra se do të më shty kohën me gjithë gruan. Edhe këtë e lekun e ke veshur, plot shije. Gruaja kam dyshimet e mia se ndoshta më kishin qef brun më shumë edhe më boni bjond Kastilo. Okej. E mësuam sekretin e Lorenz Hasramës. Lorenz, faleminderit për energjinë që jep në sken, falenderojmë dhe që ishe këtu sot prezent. Lorenz Hasrama. Faleminderit. Nuk mund të mungonte në fakt dikush që pasarelat ndërkombëtare janë bërë si shtëpi e dytë. Ai sonte nuk mundi të vinte vetë, sepse paralelisht në New York zhvillohet New York Fashion Week. Por na ka dërguar një video mesazh me shumë dashuri. Emrin e tij nuk po e zbuloj, por po them se tashmë ku ndodhet ai, ndodhet edhe ajo, diva jon. Ju ftoj ta ndjekim. Vetbesimi është çelësi i suksesit në runway.
jo vetëm bukuria, jo vetëm ajo që të ka dhënë Zoti, por është edhe dëshira për të shkëlqyer, dëshira për të transmetuar. Ashtu siç bëri edhe miqja ime Mere, Parashi Simaku, me fustanin e vet roz. Përshëndetje të zjarta nga New Yorku. Të falenderoj që më ftove se kjo është e jotja. Do të përmendja një grua shqiptare të nderuar, Shpresa Zaraliu, që filloi na qepte fustane kur isha unë. Ishim shumë të varfër, po kishim dëshirë të madhe dhe ajo na bëri të dukeshim aq bukur. Do të përshëndes gjithashtu mikeshën time Vera Grabockën, që më jepte fustanet e saj që të dukesha më mirë. Ju uroj suksese, ju dua shumë. Sa bukur që ke bërë sot. Ja modelingu i parë, ja modelja e parë shqiptare. Ju duam dhe ju përshëndesim nga New Yorku. Suksese. International Fashion Week Albania. Do doja shumë të isha sot me ju për të dhënë zemër vajzave që janë pjesëmarrëse. Por kemi angazhimet e javës së modës në New York City, ku unë do të jem pjesë e runway zyrtar. Neda Tarifa më kërkoi këtë video mesazh dhe nuk mund t'i thoj ajo, për arsyen e vetme sepse unë jam shqiptar dhe të doja shumë që të gjitha modelet shqiptare të inkurajohen nga shembulli im. Çfarë më bëri mua të suksesshëm? Më ka bërë dashuria që kam për runwayn, dashuria që kam për artin. Po çfarë është modelingu? Modelingu është një disiplinë jetësore. Është dashuria që ju duhet të keni për veten, është vetë siguria që duhet të sillni në runway. E çfarë mund të them më tepër se sa dy fjalë? Disiplinë, vetë siguri. Modelingu nuk është thjesht bukuri. Modelingu është dëshirë dhe është mision. Dhe këtë mision duhet ta përçoni me dinjitet, me vetbesim dhe mbi të gjitha me besimin tek Zoti. Asnjëherë nuk i dihet. Ju mund të shkëlqeni dhe ti mund të jesh supermodelja e radhës. Faleminderit Elton Ilirianit, faleminderit shumë dhe divës sonë shqiptare që na e ka besuar ne daljen e parë publike mbas rekuperimit të saj të plot. Në fakt mesazhet e tij ishin shumë të vlefshme. Shpresoj që ta shohim Eltonin lart më lart edhe nëpër skena dhe pasarela të tjera. Pavarësisht në fakt se vajzat janë të emocionuara kur dalin pasarel, ato din mjaft mirë të kontrollojnë emocionet dhe të prezantojnë sa më mirë brendin e tyre. Në fakt sot bëhet fjalë për atë stiliste që ka veshur dhe Enedën. Ajo stilon shumicën e personazheve më të njohura shqiptare dhe quhet Anisa Collection. Ndër vite ka krijuar dhe stiluar veshje cilësore për të përshtatur me kohën. Ajo do ta sjellë një nga fustanet dhe koleksionet e saj më të fundit. Por jo vetëm kaq, kjo shtëpi mode do t'i mundsoj 2 prej vajzave tona që t'jenë imazhi i Anisa Collection për një periudhë 1 vjeçare. Për të mos humbur kohë, ftojmë në pasarel vajzat tona me Anisa Collection. Ndjekim.
Besoj se të gjitha vajzat sot kanë shkëlqyer, pavarësisht se fjalën e fundit besoj do ta ketë Hyria. Unë mendoj që ti marrim një mendim i ris ton të nderuar me që i kemi këtu prezent. Shumë bukur. Ja shikoj Bertin këtu të parin. Si të duken vajzat sot?
Mirëmbrëma publik, mirëmbrëma çifti më i bukur në ekran për momentin. Faleminderit. Tani, vajzat kanë shkëlqyer, siç e thoni dhe ju. Në ekran, ne themi e zotron ekranin. Këtu vajzat duhet të zotrojnë pasarelën, skenën, kështu që të kenë vetbesim, tek disa prej tyre unë e pash. Më vjen mirë që ky event solli jo vetëm atë pasarelën e modeleve më të mira, por njëkohësisht edhe të koleksioneve më të fundit. Kështu që unë ju përgëzoj juve, përgëzoj edhe Blertën, edhe le të fitoj më e mira. Faleminderit shumë. Eni, si të duket eventi? Po kënaqesh, po mërzitesh, ndoshta është pak i gjatë, sepse Mirëmbrëma Eneda, Genti. Mirëmbrëma. Komplimenti dhe juve. Mirëmbrëma zonja Eni. Faleminderit shumë. Sigurisht është një event i veçantë, një event që kërkon shumë përgjegjësi edhe për organizatorët. Falënderimet e mia, sepse realisht nuk është e lehtë. Dhe vajzat sigurisht janë vajza të reja, vajza që vijnë nga fusha të ndryshme. Prezantimi ishte shumë i këndshëm dhe i bukur, dhe tregonte vërtet që ato nuk janë se janë vetëm sot këtu në pasarel. Janë vajza që kontribojnë në fusha të ndryshme të jetës dhe tregon që janë shumë të formuara. Kështu që unë uroj që njëra prej tyre do fitoj, patjetër, po unë besoj që ato do jenë kënaqur shumë sot në këtë event, pavarësisht se kush do fitoj. Faleminderit zonja Eni. Absolutisht që është një kujtim shumë i bukur, ja dhe Miranda. Nuk e di nëse ke parë dot, se normalisht me gjithë të syze, të zeza. Unë shikoj dhe ata që më shikojnë që nuk e ndjerë. Që mendoj që nuk e shikoj. E prisja këtë përgjigje e bërë shumë e bukur. Sot dua një mendim tënd. Faleminderit. Edhe ti shkëlqen si gjithmonë bashkë me Gent. Jeni një çift shumë të dashur për familjen time. Faleminderit. Edhe familja juaj për tonën, po. Familja jonë. Le t'i bëjmë qokat më vonë. Gocat ishin të lezetshme, gjitha nuk mund të themi, bravo për edhe guximin që kanë, se ndonjëherë njerëzit kanë komplekse, nuk dalin në për pasarela, janë pak të turpshëm. Po, le të fitoj me mira, them unë, edhe ta shijojmë të gjithë. Miranda kërkon që të shpëtoj let. Kërkon që të shpëtoj let. Miranda, ti e një image maker. Dhe është krejt normale që nëse ka një sy të pret për të gjykuar, le të themi, koleksionet që erdhen sot, në përputhje me modelet që International Fashion Week kishte sjell, ajo je ti. Pyetja që dua të bëj unë është e drejtë për drejtë. Cili ishte ndryshimi, dhe nëse kishte gjithmonë, midis stilistëve francez dhe atyre shqiptar? Tani, pa doreza, jemi për të mirët dhe ta dëgjojnë dhe francezët, italianët dhe të gjithë me radhë. Jemi më të mirët. Nuk ka diskutim. Një duar trokitje e meriton. Një duar trokitje për stilistët tanë. Edhe në Shqipëri bëhet modë. Po veshin divat e muzikës, divat ndërkombëtare. Kështu që janë me një horizont të jashtëzakonshëm në fushën e modës dhe jo vetëm. Prandaj pse mos ta themi të vërtetën. Faleminderit. Le të thotë dhe mikja ime. Për fjalët e mira dhe inkurajuese. Me thënë të drejtën e kemi stilistë shumë të talentuar, kemi vajza që kanë dëshirë dhe deri dje mund të themi që nuk kemi pasur mundësira, por sot fal këtij projekti që është goxha impenjues, gozat kanë mundësi pse jo të sfilojnë nëpër vendet, nëpër pasarelat të botës. Është pak e vështirë, të gjitha gozat kishin shumë dëshirë dhe të gjitha kanë sfiluar shumë mirë, janë impenjuar. Dhe me të ndërë do e kem pak të vështirë për të marrë atë vendimin kush do jetë vajza fituese. Në fakt, prurja ka qenë shumë e madhe, dëshira dhe pjesëmarrja për konkursin ka qenë shumë e madhe. Gjithsesi, siç e tham, le të fitojmë me mira për këto që janë këtu. Audicionet kanë zgjatur për 3 javë me radhë. Duhet ta cilësojmë këtë fakt. Alaudin. Po. Mirë se erdhe me se gjeta, mirë. Se erdhe në Tiranën tonë, edhe pse ndoshta duhet ishe në Kosovë, se jeni si para zgjedhjeve. Nesër kthehem. Falenderoj që je pjesë e jurisë tonë. Si të duket moda në Shqipëri në përgjithësi? Ti je një djalë me sqim në të veshur, me shumë shije, je ndër personazhet më të përfolur në mediat kosovare. Moda në Shqipëri në Kosovë, po i bëjt bashkë, ne jemi në tendencë gjatë gjithë kohës.
Ne themi që jemi më të mirët, jemi larga Milanos, larg Parisit, po gjithsesi si individa jemi shumë mirë edhe po shoh që kohëve të fundit gjithandej, jo vetëm në Tiranë, po edhe në Prishtinë, ka lëvizje dhe ka guxim tek të rinjt që të eksperimentojnë me stilin e tyre, e që është një çështje e mirë. Të bëj një pyetje paksa, le të themi në lidhje me modën, po që lidhet edhe me formimin tonë si vend, dhe kur flas si vend, kam përshtypjen si kombë, pra edhe Shqipërisë dhe Kosovës. Nëse jemi larg nga Parisi dhe nga Milano, duke marrë parasysh gjithë trendet e modës, ku do të arrethoje apo do të arreshtoje Shqipërinë në aspektin e medias? E medias? Po. Në top 10. Në Evropë. Okej. Kështu ndajmë mendimet e Laudin, sepse unë mendoj që jemi larg. Fize, ty të kam merak personal. I thash dhe Enedës intervistën, Fizes do t'ja bëj vetë. Faleminderit. E para të falenderoj që je këtu me ne, dhe së dyti dua të të pyes lidhur me vështirësitë që një qytet i vogël, sepse Shqipëria ka disa qytete që kanë pak a shumë një popullsi të përafërt me qytetin tuaj. Sa ndikon moda dhe sa kërkojnë të rinjt që të përqafojnë modën e fundit dhe sa kanë mundësi që ta realizojnë? Në radhë të parë, faleminderit të gjithëve, faleminderit ju që erdhët dhe i dha dritë qytetit tonë, sado që i vogël po me një zemër të madhe, si Shijaku, dhe shikoj një rini plot dritë dhe plot vlera, që çdo ditë më shumë kërkon të rrisë dhe të zjas më shumë tituj në për qytetet të ndryshme të gjithë Shqipërisë. Faleminderit, Fize. Faleminderit dhe ju, faleminderit gjithë. Okej, mendoj që mos ta zgjasim edhe aq shumë, sepse kemi akoma edhe një sfilat, edhe kuptoj që neve qëndrojmë këtu dhe bëjmë pak bisedë me gjithë të ftuarit që t'i lëmë kohë vajzave të vishen. Megjithatë, dua që të ftoj atë që na bëri bashkë sot që të gjithëve, ajo që ka një energji të pashtershme, është vetëm viti i dytë që e bëm, nga viti i parë në vitin e dytë kemi ardhur duke u ngritur dhe duke u përmirësuar. Unë kam qenë pjesë si këngëtare edhe herën e parë. Është fjala për producenten e këtij eventi që synon të bëhet i madh më i madh dhe ne të jemi pjesë e rrjeteve të modës evropiane dhe botrore. Unë do doja të ftoja në skenë një vajzë e cila shpeshherë tregon një modesti të tepruar, por që i shkon përpara me shumë kokëforci gjërave që ka më pasion në jetë. Zonja dhe zotrinj, Blerta Kasalla. Me mbrëma gjithve. Ja, pra kjo është Blerta famshme. Genti, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit që për ftesën time. Ma keni dritur mbrëmja sot. Faleminderit shumë, Blerta. Faleminderit ju publik, faleminderit të ftuar, faleminderit juristë të mrekullueshme. Faleminderit VIP-ave që bën sfilatën sot. Të mbrëmja kthyn në natë magjike. Nuk e di sa ishte për juve. Jo magjike, po e jashtëzakonshme do të thoja, sepse kaq shumë gjëra bashkë në një emision, në një event, as në ndonjë spektakël të vërtet nuk ishe. Edhe modën, edhe artin të ndërthurura bashkë, veshjet të mrekullueshme dhe mbi të gjitha art keni bërë edhe me parukerin, me estetikën dhe me gjithë shka. Vajzat kanë qenë mrekullueshme. Nga 1 tek 10, sa i arriti pritshmëritë tua ky event që organizove sot? Pa doreza. Dëgjoj, ka qenë shumë e vështirë. Njeriu mëson rrugës duke ecur edhe gabon, po e rëndësishme është mësosh dhe ti korrigjosh gjatë rrugës gabimet e tua. Por për gjithë të gjë falenderoj familjen time, se kam një muaj që s'më shohin. U emocionua Blerta. Një duartrokitje për Blerta Kasallën. Është e vështirë të bësh gjëra të tilla, edhe emocionet kanë vend me shumë të drejtë. Ju falenderoj juve. Sot mos bëj shumë falënderime se e di që do harrosh në një. Do harrosh gjithmonë do kjo. Kështu që na i lër ne. Dhe dikush do mërzitet pastaj. Vetëm
2-3 emra do përmend. Okej. Falenderoj Bashkinë Shijak, që na dha të mundur të jemi sot këtu. Ajman Park, që na e shndroi këtë natë në një mbrëmje siç unë e doja. Falenderoj Endri Cuka, falenderoj Endri Frashin, Endri është i Sara kundërndodhurit. Jupaj, njerëzit që janë backstage e kanë bërë të mundur sot të realizojnë çdo gjë timen, ëndrrën time. Jam shumë mirënjohëse dhe çdo njeri që ka një ëndër në jetë do të ketë guxim, forcë, vrapoj dhe mos ndali kur, sepse gjatë rrugës ke plot pengesa, siç unë kisha, pa ma sot. Them se ja dola. Ja dole. Faleminderit Zotit. Ja dole dhe jam e bindur që vitin tjetër do t'jetë edhe më bukur. Faleminderit. Edhe do shihemi sërish në shtator. Po, patjetër, ja një lajm i mirë. Tani kemi sfilatën e radhës. Po. Ti e mban mend apo kishe shumë emocione dhe e ke harruar? Kë presim tani? Beauty Center, era. Klea! I ftojmë në skemë vajzat.
nga po më kërkon? Po të kërkoja, prandaj Gjithmonë jam nga pas, gjithmonë jam pas teje. Bëjmë shaka, u desh të pakoj që të merreshin ca vendime, shumë të rëndësishme për fitueset dhe çmimet. Dua të lexoj edhe një herë për ju sponsorët, dhe ata janë Bashkia Shijak, Joana Beauty Center, Ajman Park, Radio Televizioni Shqiptar, Mado Restaurant, Ray Med Clinic by Easy, Cinco Cavalli dhe Client, Habitat Hotel, Dori Reklama Tiranë, TB Travel, Flux Taxi, Big Bite, Beauty Studio Bajrajna, Kaçurellat e Qiljetës, Parukeri Matilda dhe Studio Dance, Studio Dance Silhouette. Albania Silhouette Dance. Një duartrokitje për ata që e mundësuan këtë spektakël. I falenderojmë të gjithë. Mirën e Tani, kemi sigurisht përpara. drejt fundit. Më në fund. Kemi çmimin për figurantën më të mirë. Ky çmim është dhënë nga Drilon Hoxha. Këtë çmim e fiton Ines Hysi. Urime Ines. Urime Ines. Ja dhe çmimi ku i jepet Unë jam i bindur që Inesit. një duartrokitje për Inesin. Imazhi i Advanced Clinic e ka dhënë Albert Dumani. çmimi Advanced Clinic e fiton Casey Bori. Bori. Një duartrokitje. Hajde. Ja, prita presim Bertin mes. Hajde Bertin mes nesh të lutem. Po si e njerë? S'ka Po vete zgjodhe të vajzën e bukur. Ne ndërkohë po presim që të vi çmimi në mënyrë që zoti Dumani t'ia dhuroj personalisht. Por ti paske aq nxitim sa që e morë direkt vetë se e kuptove që të takonte këtë çmim. Një duartrokitje. Atëherë vazhdojmë tek çmimi tjetër. Anisa Haruku Fashion House, E cila do të garantojë një kontratë 2 vjeçare me 2 prej vajzave tona. Kush ja jep çmimin? Anisës, Çmimin Miranda dhe Aniset e Suela. japin Miranda, Dupi dhe E Suela. jani që ta kenë një kujtim me Ju juve lutem. në skem. Ndërkohë këto çmime fitohen nga Melisa Aliaj dhe Ilda Qejvani. Melisa Aliaj dhe Ilda Qejvani. Ta kësoj çmimin gota, edhe mbarsi. Suksese, goca. Faleminderit shumë. Të jesh imazhi i Anisa Collection, me thënë drejtën, nuk është keq. Alaudini, Zoti Alaudin. një çmim tjetër. Çmimi Best Catwalk. E fiton Fioralba Hoxhllari. Në emër të personit që e zgjodhi performancën tënde si më të mirën, po ta dorëzojmë çmimin. Dhe për Tani, çmimin e fundit, Best Top Model. Okay. do të vi kryetarja e jurisë. Do na vi presidentja e jurisë. Zonja Eni. Sigurisht që nuk është e lehtë, por komunikimi me kolegët në juri na bëri që të arrim në një përfundim. Besoj që do të jetë një mendim i përbashkët dhe i publikut këtu. Them që të gjitha vajzat janë yje dhe janë vajza të mrekullueshme, na kanë habitur sot me performancën e tyre, por vetëm njëra fiton. Sigurisht. Kështu që ne Njëra e ka vendosëm, që Best Top Model International Fashion Week Albania, Manuela Pali. Manuela Pali, shpallet fituese e International Fashion Week Albania. Ajo do të ketë të drejtën të shkojë në Milan Fashion Week. Me çmimi zonjës? Ta gëzosh çmimin. Do të Zonja Eni, shumë faleminderit. Manuela, ky është një mikrofon. Vetëm për Unë isha përgatitur të ik. Isha gati të ndru, më ne thot Manuela. Pse do ndrohesh ti?
Jam shumë emocionume, se priqa, edhe jam shumë e kënaqur që jam këtu sot, edhe se priqa, s'di që më thëntesh. Ta gëzosh, kënaqur në Milano, Shumë faleminderit. bëj ato që ditë bësh më mirë, të sfilosh, edhe suksese, mjetë dhe kudo. Shumë faleminderit. Suksese dhe na prezantosh sa më mirë atje. Kjo pra ishte mbrëmja International Fashion Week Albania. Duke e thënë natën e mirë dhe mirupafshim vitin tjetër në International Fashion Week Albania. Natë e mirë nga Ajma Natë e mirë.